Këqyra ka shtëpi. Këqyra ka pare ballë. Këqyra ka qëta, kur i kanë shit vajzat. Ajo është një akt më i rani që mund ekziston në njerëzim. A di dhe më thonë shitet si e rap. Ndoshta pak ma shumë jala edukimit patriarkal. Për shembull, qish gjyshja, sa herë ka marrë më prehen, ndoshta një pradha të këtu një tregim ka kalu, po të ka thanë, ti duhesh më banë qështu, ti duhesh me pas shiqenë nanën tande, ti duhesh me dëgju, me qenë nanë e mirë, amdise e mirë, zonje e mirë dhe punëtore e mirë. Dhe ajo ka pak është ngullitë në kokë, ndoshta edhe nuk kem pas ku me kopju, se nuk kem qenë të hapur si kur sot, asë rrjete sociale, asë emisione shumë gjëra televizive. Fëmiria jeme ka qenë televizionin gjuhë serbe dhe tek mas 2-3 vjete, mas i kam ba klasën e parë, ka fillu një emision me qenë Beograd, gjuhë Shqipe. Çka do të thot, na jemi mbarë vetëm për asaj çka na kanë thanë rrethi. Unë për veti të tregoj, jam rritë me një lirim pa kufi. Edhe pse ish baba e mi asaj kohe, a i mendat dhe mendimet e kish kësaj kohe. Unë atë shumë kam pas liri, që kam pas krah me fluturu. Mi për kur bona e madhe, kur mu është dasht me fillu me më shiqu djemë të unë mi shiqu, nuk e di pse isha e quditshme, edhe sot qudite me vetën, isha një femër që jam vesh bukur, jam vesh unike, jam pajis nga Italia, adin nuk isha që nuk bjen sy. Po unë s'kisha interesim fare. Do të shkoj një kohë dhe puna filloje kjo, dhe erdhi puna, me ndërmjetësu dhe propozu i madhi Tajar Hatipi dhe Gjeraldina e Qujtur Gela. Ato kanë arte unë, kanë bisedu për burrin që e kam pas, se ka vdek ndjes pas. Dhe mu pare më kam thënë qyst ka pengu. Po thash, nuk e di, unë isha ndërtu me do ide në kokë pa lidhje. Nuk është për të lavdëruar, po ishin, qështu isha një farë ma e quditshme se dikush rrethi aty. Dhe unë jam martuar, po do me thanë, na kem kalu, jemi njoft, kemi kalu, kemi pas kohë, sa ishe intelektual, dhe jemi theju, jemi martu, dhe unë e kam kuptuar që unë do t'jem aty zonja shtëpis, do t'jap imazh burrit tim kur dal, shumë të fuqishëm dhe të mirë, dhe unë i kisha ato ide që familja burrit bëhet familja jote. Qak edhe agjën e burrit e kam adaptuar dhe kam bërë gjysh, se s'kam bërë gjysh. E ishte i vetmi plak në familje dhe kemi kalu shumë bukur. Ditën e sodit, nuk du me kritiku për individualizëm të përuar, po sot ma shumë për i vejnë laps se sa dashuri. Se kur ti ke dashurit mjaftueshme, ti ato e shpërndan si në fëmijët tu, si në familjet burrit, si gjithku. Sepse ajo ta mund, ajo nuk të lejon me bo gjana të paknaqura dhe destruktive. Sot e vejnë lapsin, pse ka shumë kontakte, shumë socializim, shumë komunikime me jashtë. Dhe ajo pajiset me atë që shqyqeje, këqyra ka shtëpi, këqyra ka pare ballë, këqyra ka qëta, nuk janë ato të këqia, po nuk i jep prioritet dhe nuk e lëshon zemrën nësi apo të tërhek dishka.
A kupton? Do me thanë, mamra pa metën sënë martohen që sa në atë kohë që e ka dhone se ka pa burin. Ajo e ka prit me adhurim në atë kohë dhe me njëherë i ka pëlqy. I ka pëlqy dhe kanë vazhdu jetën shumë normale. Sot, Pas pëlqy qa kish bo? po bia kanë bo, kanë nejtë me dobrovoljno në mezër që ka pëlqër. Kupton? Jo, ka gjana destruktive, nuk janë të lavdrueshme. Po du me thanë, nuk mund është me i dhanë vi asaj kohë të thush përveç kur i kanë shit vajzat. Ajo është një akt më i rani që mund ekziston në njerëzim. Edhe sot janë pasojat se për shembull është rritë djali i vetë në familje, ty thonë ti e djali, kjo kur ti djeva, ti marëm dhe pare. A di dhe më thonë shqitet si e rapë.